Dhe madje përmendin njëri prej tyre që përmendi diku në faqen 19 që ka qenë inspektori i sigurimit, që i ka bërë presion shumë. Cila është e vërtetë? Po, ka qenë një punëtor i UDBA-s, fatkeqësisht ai njëherë ka qenë arsimtar, por UDBA i ka targetuar njerëz me ndikim, sidomos në arsim që kanë pas një ndikim dhe e kanë rekrutuar, ka qenë me pastaj punëtor i UDBA-s një Ajeti Stogu dhe vllai i madh, domethënë si shtylla e familjes pas i kam rënë Borga, ai ka qenë domethënë vllai 4 vite më i madh se unë, e kryen shkollën, përfundon shkollën adekuate për të punësuar në Feronikël, sepse ka qenë si laborant, por në asnjë mënyrë nuk e rekrutojnë në punë, nuk e marrin punë, edhe i qesin kushte, thirrin disa herë në biseda informative dhe në fund i thonë ti mund të zgjedhësh punë cilën dush, jo vetëm në Feronikël, por edhe ku të dush, por janë disa kushte, duhet të bashkëpunosh me ne. Dhe vllai thotë disa edhe gjojt do t'i ha, nuk bëna me ju. Domethënë ka qenë momente shumë vendimtare edhe për familjen edhe për mua, se para menoti ku do të ishte motive ime, qëndresa ime, sikur një antar i familjes si ime bashkëpunonte me pushtetin. Kështu që unë jam shumë falenderues familjes. Megjithatë kemi një kohë kur familja kërkon bukë dhe thuhet që vetëm babai juaj si jetoi me një këngë folklorike, me një shërki. Po, ai përveç domethënë profesionit si mësues i hershëm si ka qenë, po e ka pas edhe profesionin rapsod, dhe aty ku e kanë thirrë, ka shku, ka siguru tarëra edhe përmes këngës, kështu që disa njerëz edhe i kanë ndihmu, domethënë se kur kam dalë prej Burgut, babai një natë vonë e nxori një listë, sepse ka qenë shumë pedant, njëri shumë pedant ka qenë. Gjithçka e ka evidentu dhe e nxori një listë dhe po më thotë Brebir, ti mbash mend ta emra dhe herë do kur do nuk dihet si sillen gjërat, por këta na kanë gjindë, na kanë ndihmu. Madje i përmend disa emra aty për cilët unë në një farforme edhe befasohesha se nuk e prisja kur që ata do të na mbështesin. Ishin fshatar thjesht, ishin njerëz të shkolluar, njerëz intelektual, por që në forma të fshehta kishin ndihmu ekonomikisht, domethënë në atë kohë tregonte Elez Qerimi, thekë një pleqnar që ka qenë, na i ka prun 200 kila mill, na i ka prun. Edhe e përshkruante me aq dashamirësi, sepse ishte ndihmë shumë e madhe. Njerëz nga Polaci, njerëz nga treva të ndryshme, për shembull në Prishtinë kur vinin për më vizitu çdo herë familja e Fetah Bogiçit, Selman Bogiçi që është tash avokat, familja e tij, domethënë ka qenë ajo që e ka prun çdo herë babën edhe nanën time, familjen i ka prun vizitë prej Prishtinë. Domethënë kanë pas një shtëpi të dytë, edhe atëherë në ato kushte kur ka pas shumë presion të madh, njerëz kanë ditë solidarizohen, kanë ditë njerëz të vërtet kanë ditë që ta mbështetin edhe familjen